Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu ka raportuar në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes mbi gjendjen e sigurisë publike në vend. Koçiu tha se Shqipëria është një vend i sigurt, që përmendet jo vetëm në të gjitha mediat e njohura ndërkombëtare, por sipas saj këtë tregojnë dhe shifrat. Të njohura ndërkombëtare, në portalet e ambasadave të huaja, në çdo raport dhe në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali. Shqipëria është një vend i sigurt dhe mjafton të referohemi fakteve dhe shifrave që janë shumë më kokëforta se çdo lloj perceptimi apo aludimi që mund të bëjmë këtu. Janë 12 milion turistë që zgjodhen të vinë këtu. Një rekord investimesh, mijëra qytetarë që hapin biznese, blejnë prona, ndërtojnë jetën e tyre këtu. Secili prej tyre një dëshmi e qartë e besimit që ka fituar ky vend, një besim që ndërtohet aty ku ka rend dhe siguri dhe patjetër edhe liri. Në raportimin e saj, ministria nënvizoi se numri krimeve të rënda ka rënë ndjeshëm, me vetëm 29 vrasje me dashje në 9 mujorin e parë të vitit, nga 41 në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Lajmi mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit organizuar. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Të gjitha janë një kornizë e qartë e punës dhe e përpjekjes së përbashkët. Ministri Albana Koçiu thotë se Shqipëria ka bërë progres në luftën kundër krimit organizuar. Ajo përmend dhe punën e SPAK, duke thënë se ka sekuestruar dhe konfiskuar pasuri me vlerë 65.5 milion euro. Sa i përket krimit organizuar dhe krimeve të rënda, Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër krimit organizuar dhe krimeve të rënda. Raporti i Komisionit Evropian për këtë vit vlerëson se vendi ka përmirësuar kapacitetet e strukturës posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, përdorimin e hetimeve financiare paralele dhe kuadrin ligjor mbi substancat psikotrope. Nxjerrja e Shqipërisë nga lista gri e FATF-s në fushën e parandalimit, pastrimit parave dhe financimin e terrorizmit është një tregues tjetër i rezultateve pozitive. Lufta kundër krimit organizuar po zhvillohet gjithmonë më shumë me një qasje proaktive në 2 dimensionet e saj, parandalimin dhe goditjen. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 u zhvilluan 1121 hetime proaktive me fokus krimin ekonomiko-financiar, trafikimin dhe narkotikët. Sa i përket pastrimit parave dhe goditjen e pasurive kriminale, vetëm nga SPAK gjatë vitit fundit u sekuestruan apo konfiskuan 65.5 milion euro asete kriminale. E gjithë kjo pasuri rikthehet në buxhetin e shtetit dhe vihet në shërbim direkt të qytetarit, duke financuar shërbime sociale apo programe të dedikuara për rritjen e sigurisë në komunitet. Kemi bërë patjetër progres të jashtëzakonshëm krahasuar me kohën kur një vit mbyllej me jo më shumë se vetëm disa milion euro pasuritë sekuestruara.